Edhe kjo merr temën para 5 ditëve shkon me bien apet e përmend çto. Këtë është. Kraq. Njëjtë për Edin, ku ke drejti me mlecek, labubu, jo e ki qikash, e ki qikash. Far banaliteti është. Që e këthe ushimin e ri për ty. Qa ashtu? No, atë sa mundet më prejtë Të shka faj unë. Shkon tema shka në kryqë që 6 dit i përmen. Që bia, që trillimet e sajna, ku i shkon menja, labubu, ku ka drejt, a dhe për një mashkull, mundet më prejtë, more se dalë publik. Zdo akcion e ka një reakcion. Ja kam thënë. Po a ke bo ma labubu, a ke ngus labubu. Pa ke musa bubu? Pas ke qënë O, nuk po thot për ty, për bijen, po thot. Për bijen me la bubu se keni kesh? Ke qënë një shpif. Po ka kesh ma me la bubu, qëfar ku Po thot dole? për ty, o Alba. Kjo so më nuan? Po kjo ka kesh ma për la bubu me bijen që aty jam konë? Po, E ka kesh një orë djallin? bia ka kesh. Mos bahe gare? Zdi. Kishi se la bubu, kish... Kjo, mu. Qe? Në vetë, pse bonit madhe, turp duhet ju vje. Ola për të malë ti ki lind për mi bosa në të moja. Po. Merrni me muhabetet e femrave. Keni thënë, meshkuj 40 e sa vjeçar, merrni me muhabet e femrash. Me muhabetet e 21 vjeçare. Ti si të sjell as pak si një femë. Me muhabetet e 24 vjeçare. Ti vloki, ti të sjell si mashkull. Sjellja jote nuk ka kur far femë në këtu. Ti je si mashkull. Po, ti e vërtetë është jam si mashkull, po të paktën nuk jam mashkull 40 e sa vjeçar. Që merrem me komentet femërore të një femre 24 vjeçare. Veshin një setër trip. Juve ju keni një bajë. Edhe pa tol trip edhe bano edhe një motor. Edhe një motor të vijë. Si ata gratë që dalin të shkallët edhe komentojnë vajzat e reja. Kshu jeni bërë. Harley Davidson. Ti ludo je bërë. E ki nguc që atë jam korë ku e ki nguc. Thjesht du me ndërhyrë se... Grazie. Vazhdo normalizoje situatën, vetëm je duke më zhgënjit si që mashkull e ki nguc gjysore e ki nguc. Asë mbroj, kurse ka drejti poja. Kishte qo një femër tjetër, do sa ndë një nga tafërmet e tuja, e kishe pas e çfarë do të të situata. E ki nguc. E ki nguc, e ki kesh. I një knoq, kili pili. Atër, pse ti ludo dhe ti labi nuk ma banalizua, unë të kap edhe të bëj në mes të prajmi, ku shef edhe baba ime dhe nëna ime. O, të s'kam thonë une. Pse nuk reaguat edhe ju si Edi? A mendon ti se është normale ku më shef baba ime dhe nëna ime? Edit më thot mu fjallor banal të kap edhe të bëj? Unë se kam po. Në mes të prajmit? Se kam po. Aty ke shënafër, për të fola unë, nuk fola për gjë tjetër. E pse ti për reagor mas 6 ditve se? Nuk reagoj unë mas 6 ditve, thjesht kur ta thashun ty një fjali si njëri normal, ti ma bëra aq të madhe, si kur unë po bëj nami, si kur unë po përzijet, unë ty thash diçka edhe sjellja Edit nuk është normale dhe ti ja i që e bëret madhe, për mua sjellja Edit shumë normale. Si kur shfrytëzoj rastin. Unë tani këtë mbërtitme nuk e kam për Edin, e kam për ty ludo që po më zgënjen për mashkull. Labi, nuk e kam për Edin, e kam për atë mashkull aty që ma normalizon situatën kur unë i them një gjë me fjali normale. Edhe jam e sigur që baba im nuk e ka pa atë moment prajnë, se ta kishte pa baba im, atëre kishit pa ju reagimin e babës tim. Se mendoni se aqe lift është një mashkull thot mu të kapë dhe të bëj mes televizionit, që baba im një rrath pa në shet. I pari baba im, mos flasër për njërës të tjerë. Normal është me ja shajt vajzën të kapë dhe të bëj. Mos ma normalizon situatën. Nuk e kam me Edi nuk të gjë. Se Edi ka dëshmu kulturën e vetë. Me ty e kam që po më zhgënjen që e normalizon një qka që është për të normalizu. Fare, se kam nguc fare. Kam thëmë për gjithë meshkuj që një bëk primadona, galuani e një bëk dhe nuk e kam me Edi. Po jo Edi të më thot të kape dhe të bëj. Në mes të prajmit. Qarë do të thot ajo? Just before Edit po ludos, ku është? I ka forma me Edit nuk reagoj fare. E qa këtë me ludo Edit këtu? nuk reagoj fare se ka dëshmu vetën e vetë. Merë dita me mbrojtë dhe ludo, kur Edhe unë jam një fjali normale dhe ma normalizon, unë zhgënjem nga ludoja se nga ludo pres më shumë se është 20 e sa vjeqar. Edi është 25 vjeqar. Kuptoj, po le, po është zotë. Labi, aji është 20 sa vjeqar. Edi është 25 vjeqar. Unë pasha zot lab. Erdi këtu, tregoj se qa ka ndodhë, si që më tregove ti. Kush tregoj? Ky, reagoj. Ti tregove. Ja, unë i thash edhe te ki nguc. Prit pa, Fala, e tregove ti për arditin a une. Unë tregoj për arditin. Për arditin ti tregove në jo. Unë tregoj për arditin. Labi. Unë tregoj për arditin, që kanë diskutim me Edin. Më dëgjo pak, isha të kuzhina me Tonin. Po? Erdi ky edhe da një koment për arditin dhe për Edin. Unë i thash okej. Ti tregoj, jo une. Më dëgjo pak. Po s'ka lidhe kur s'ta tregoj, Tonijet. Më dëgjo pak. Jo, në stash, veç është të tash ketë, qështu tash, veç është të tash, të lutem po them. Se e them njërë dhe nuk e them ma. Ma tha, e unë thash, mira i, po edhe Edi e ka pak këtë gjë, se më thamë prajmë këshu. Më dëgjo, më qëndronë në Edi sillet keq. Mos do prit të lutem. Po, i ka thonë ato, dhe më thonë. Tani, labu, Po, unë s'patë ja thash rasti si me njëri Edin shto punë, normal, me këta punë, po me arditin. muhabet normal. Ky nisi
mos e trash situatën, nuk është momenti jo nuk është, po në kohë unë i thash një fjali normale. E trashë situatën të përtitje që një orë. Nisi ta normalizoj dhe unë tani, kur dëgjoj një 40 e sa vjeçar që ma normalizoj një situatë kur ja them si një normal një fjalë, unë jam e zhgënjur me unë thashë e kinguc. Edhe ngucin që kam barë unë, la bubu hihi, la bubu. Në prajmë tash, galuani jeni bërë në matëse. Edhe femna 28 vjeçare ban la bubu. Se ti nuk përdore fjallor banal, jo se kam bërë unë e ka bo bia. Se ti nuk përdore fjallor banal. Shumë porrajshi vlla. Ti pse nuk përdore fjallor banal? Ti lapi pse nuk përdore fjallor banal kur thash galuani jeni bë matëse për punën e prima. Pse nuk përdore fjallor banal për mu që unë ka bëj edhe ke për ta parë matësen. Pse labinoti nuk e përdori? Pse ky nuk e përdori? Pse gjithë nuk e përdori? Pse ju mendoni se po ta shove baba im rrin normal baba im? Që vajzës veti përdoret fjallor tjerë. Mu njerë më ka ndodhë në moshën 17 vjeçara ai fjallor që ka thënë dikush në mesazh dhe e ka lexuar baba im edhe është bon nami edhe kanë marrë vesh gjithë. Jo më në mes një televizioni. Edhe faleminderit që e bëret madhe se kisha ndërmet reagoj. E di pse? Jo se për Edin, po e di se çfarë bën baba im në rast se merr vesh për gjën që ka ndodhur. Po ti hashi kupton. Çka ka ndodhur? Mocë të njerë një 2 orë ata mos prit se s'po të thotë diçka. Një orë e ke nguc. Një orë e keni nguc me bien pislaktit dhe e keni kesh. Ajde mashkull mashtrus, ti pas ke qenë mashtrusi protagonisti numër 1 i reality show. Ai nati shka jetë ja. Ti pas ke bërë xhelozia ty myti. Ty xhelozia ty myti, xhelozia. Do me të hongër pis management. Xhelozia. Xhelozia. Ki kesh një orë. Bin një orë kanë kesh. Për meshkujt. Dhe kemi komentuar meshkujt në përgjithësi. Dhe kemi të drejtën 2 femra të bëjmë muhabet femrash të komentojmë meshkujt në botë. Ndërkohë ti e di këtë gjë, e ke mirë kuptu, ke thënë okej, dhe tani po marrë këtë, si kur s'është e vërtet. E keni nguc, një orë e keni nguc, një orë e keni nguc. Ludo të lutem përklare iden e Edit, faleminderit për mashkulli që po tregon. Dhe me mashkull si ty, unë nuk e di një femër si mund të të pëlqej ty. Jo ti s'u ki pëlqy kur. Kur s'ki me pëlqy. Pi fillimit të të në barim. Heq kur s'u ki pëlqy, s'ki me pëlqy. Se ti nuk je femër, po e kje... Po s'u ki pëlqy. Këtë bota të s'u pëlqy. Baba im që s'ka dëgjua si gjë. Se me dëgju baba im e kishit parë ju reagimin. Kjo është hera 4. E 4, do më thonë... Ka ndonë mirë moshën 17 vjeçare, një mesazh që ka lexuar dhe është bonami. Jo më tani me si televizionit. Bies dikuj tjetër atë lloj fjalori banal, edhe ma normalizon mu që s'ka ndodhur asnjë gjë. Ju duket për qish. Zotë të ranos, shka s'ko këtë botë. Qa s'kan këtë botë, se lek duket. Kishe qënë ti femër, edhe do ndodhë të ty, edhe të dëgjon të baba jonë, ndërkohë që e di që po dëgjon baba jonë, atëre kishe parë se si është. Hyki, e 5-ta? E 5-ta herë. Pa e di unë që je primadona dhe se kupton. E 5-ta herë, fojë. A i do dhe një herë? Kush është primadona? Primadona për folë. E 5-ta herë. O vla, kjo ka probleme tjetër kënë. Po, në regëll. Këtu. Kjo është e keqe, xhelozia e keqe. Se blun. Blun. Ta shblun edhe ma shumë? Se ku i thash se Hygi, edhe diçka i thash, Hygi të kam bërë 3 herë edhe vetë jam çudit. Pa nuk ka kvalitet si Zvicër se dhe këtu Kosovës. I told Hygi. A do provoj pak? No, it's okay. Që kjo vëllë drejt e pranon. Kush i ka votu? Jo, shka. Avash, la faccio questa qua. E 6 herë. L'hai capito? Ala ka me thonë. Se është tënë... Ha paura di dirmelo a me, che è incazzato di me. Si incazza di me. Shtore, bro. Shtore. Chi è la vittima? Chi è la vittima che non ho capito bene? Che mi dicono in casa. Poi mund është më pru... Kush është vittima? Me pru që ato të jeshtë. Kush është vittima? Ai që duam ne. Që e ke ngucë edhe ti, e kupton ti një mashkull 40 sa vjeçar, thot që ajo është diçka normale. Ndërkohë që aty në prime shef edhe familja ime. Edhe ta dëgjoje baba im, atë gjë e kishin pak ta reagimin e babës tim, po se ka dëgju baba im me siguri. Edi mërë primit. Me Edin unë e kam lën fare. Sa ajo është 25 vjeçar, e tregon veten e vet, s'kam çfarë t'i bëj. Unë vetëm e di që po e pa baba im dhe jep baba im reagim, unë aty s'baj përgjithësi. Ama ai 40 sa vjeçar më thot mua që është normal. E di si ma tha? Erdhi këtu, tha çka ka ndodhur mes Edit e Arditit.
Atë unë si njëri marë, i thash po edhe Edi s'bën mirë disa herë si mu që ma bëri prajmin e kalum, ama muhabeti qej ta normal, nisim, ti don të përziesh, ti don të marrësh vëmendjen, ti don ta bësh të madhe, ndërkohë që unë ja thash një fjali normale. Që edhe Edi e ka bërë këtë gjë dhe s'është mirë. Ky thot tani po e shfrytëzoj situatën, ndërkohë që ky e bëri të madhe. Duke më prek mu sedër, që është normale, që e ke bë për të shfrytëzuar. Nuk është momenti me u përzi, thash në rast se mund vjen diçka natyrale ta them, dhe ju i pas keni bërë gjërat me plan, kur të reagoni dhe kur të bëni përplasje, nuk më bën mu që unë po e shfrytëzoj situatën. I bie po e bëni ju në mënyrë jo natyrale. Pse të quhem unë sikur po përzihem, kurse unë e them në mënyrë natyrale? Kjo i bie që duke që e ka bërë skemën ata vetë me përgatitje. Po kur ka ndodhur ky sen? Para janë ja 2-3 ditësh, dhe sot po bëjnë reagimet ata. Edi me Arditin. Ndërkohë që ka ndodhur para 2-3 ditësh, sot po bëjmë ballafaqimet, pas 2-3 ditësh. E për çfarë gja bu ballafaqime? Arditi ka thënë Edin ma hëngsh, se di për çfarë. Po okej, po jo për çit sen. Ha? Jo për çita. Jo, unë pasaj i thashë Edi që më ka bëmë praj më mënyrë normale. Ta tashima bëjnë mu sikur po përzihem, unë sikur po e bëjt madhe. Një 20 sa vjeçar me thënë që është normal, unë nuk e di dhe me thënë. Nuk e di. Hajde bia, sa i e ka me të qetësu ty, nuk e ka për në një gjë tjetër. Se s'ka qef që të reagosh. Hajde se i kuptova skemat e tuja. Vazhdo ti manipulimin psikologjik të tjerë, se s'ka për të funksionu gjatë. Jo e nëntajer, vazhdo manipulimin të bia, se s'ka për të vazhdu për gjatë. Bian e ki manipulu ti, hajde ta muz me Edin. Shpia me ndonë, unë jam viktimi manipulimit. Qa kje, moj? Po, me se të merë me të mira. She's so stupid, bro. Po të merë me të mira. Bia, po të merë me të mira. Ja, bia i ka 25 vjetë. Qa? Po te Po kishti të merë me bien. të mira që fjalla mos reagosh. Ja, reagon. You can say the truth. Vazhdo ti, se ti pas prajmit të kujtove me bia njëmi bestis. Kjo të vujtë shumë. Para prajmit, po thoje që bia duhet dale nga Bia shtëpia. edukat. Pas prajmit, me Bia bia edukat. njëm bestis. Po unë se kam numinu. Unë bia se kam numinu. Ti bestis me bia në mërdjar. Unë bia se kam numinu. Kur u bëre bestis me bia, kurse para prajmit thoje që bia duhet dale nga shtëpia. Për gju. Po s'ka lidhje për gju. Ti po thoje para prajmit që bia duhet dale nga shtëpia. Unë se kam numinu. Kaloj prajmi, bia bestis. Kur u bëre ti me bia bestis. Se kam numinu. Se kam numinu. Te kishti qërë shka zbulosat. Kjo ka shti bien, edhe ma shumë hajde ti më shojnë atë qatë moment, edhe ma shumë më lo bubu la bubu. Dalin sanet kejtë vend vetë. O, vlav jam. Unë jam doktor për këtë shik. Kjo është shtin, del masa nëna viktim, edhe këca thot, ej. Se ti mendon se aq femër e dobët jam unë, që ti e vërtetoj. Që të merret me la bubu në një mashkullit tjetër. E vërtetoj, e kishti. Po ti mendon se aq intelekti dobët jam unë të merret me la bubu në një mashkullit tjetër. Sot zbulova diçka shumë interesante. A je në mendje se çfarë duke thënë për mua, apo nuk je në mendje çfarë duke thënë për mua? Te kishti. A tha, New York, e kishti. Edhe ti bazohesh të opinionit dikujt tjetër. Po ka drejtë se kjo s'ran. Ti kam drejtën time në një femër të flas për meshkujt. Te kishti. Ti pas ke qenë xhelozi numër 1. Te kishti. Kjo nga ata pa shar. Kjo pa shar. Kjo ka shti. Edhe thuj ma shumë. Kjo vërtetoj. Kjo s'ran. Pse se s'ka nevojë se çashtu ke. Ata nesi del se unë s'po ta faj, ju më gjujtët mu, e ta shpërëzon, që te telefon një fjallë. Valla marra për te një fjalë, tani po flisja për bia, nuk po flisja më për rastin tonë, se ti më shgënjeve totalisht me atë muhabet që e bërë. Ti kish gënje këtë tjetër. Në rastin e bias, kemi të drejtën me bian që të flasim për gjithë meshkujt e gjithë botës. Edhe është muhabeti më normal që ekziston mes dy femrave. Edhe nuk ke pse ta thuash ta shtish, për Edi nuk se kam shti asnjë gjë. Bia të kam shti në një gjë të flasësh ti për Edin, apo ti ka shira jot ke fol për Edin. The story about Labubu. Be honest. Jo, we didn't fall catch. Jo catch, po keni kesh, një orë. Po, për meshkujt e botës, edhe qarë. Për meshkujt e botës, në prime, qarë thashun, meshkujt janë bo princess treatment, nga Luani në mjau. Mashit kanë frikë si femna si ti. Unë për veti kam frikë, unë për ti kam frikë. Unë me ty as 2 minuta s'kisha mujnë me jetu. Po shtu s'kem shore. Po nuk ka nevojë fare, se unë një rreth parë nuk kam dëshirë me jetu me një mashkull si ty, që e normalizon një situatë që më shef baba im në prime, ndërkohë një mashkull këtu më përdor të kam edhe të bëj dhe të vërtetoja jam maca si jam mace. Edhe tash xhelozia. Nuk ka lidhje me interes. Nuk do s'ka interes ty në fare, ti e din ata mirë.
edhe t'ka kallëzu pi fillimit se s'ka as interes pëlqimi, as kursen. Edhe u kry puna. Qa ka lidhje me ty më? O, Po çka ka punë? primadonna. Prima do përgjithë që gjelozia sa një ronë, e ti vunë, ego, se tash ego jetë vunë, se pse kjo sot të mdosh. Unë nuk du. Je shumë primadonna. Ç'm ka di që ka Po, burë. po, ne fasë, sot, kjo e shpëzon Me këto që ta moment. shumë Asimi duke fol Edi fare për ty, jam duke fol me Ludon për psikologjinë e Ludos. Kaq se si Ludo, person do kaq të me psikolog Edi për për ty. Edin. Mos e shfryzo, mos e shfryzo rasta. Po? Ka qepun. Edhe rastin shfrytzoj Po edhe me të kush për s'ka dhe Ti Ludo kush, po veru nuk me e qep gjërat e dot, tuja, jo me na. gjërat e mia. Mos se qet, ulljen të zarm, edhe atë më tërhek. Po, juve që keni 2-3 ditë që i keni ndodhë gjërat dhe pas 2-3 ditë është u kujtua të kapeni. Po ecë më se është duke bën namin kot. Po më bën kot tani. Psikologjia ati. Do në të mbrojë Edin e ma normalizon mua bejt. Nom herë në përsitin një fjallë, nom herë ka Më bejt. mirë mos e bëjmë mjek madhe se sa më thotë është normale. Po lab, nuk është mirë baba im të dëgjoj atë fjallë. Po regula, më mos e bot tash mall. Nuk e bëra unë të madhe, unë po merë me Ka Ludon, kaluar nuk për me rastin me Edin. Edhe rastin di unë për ta bërë të madhe e bëj, nuk jam unë si ju me plane, se kur ti bëni gjërat e mdhaja. Normal. E shep psikologjia ati? A i Prajmi du për dalë për nesër. prajmë, prandaj më thot mu. Prajm, nesër kjo du të me dollë se vunë, se të Të mundet mu lutem harru. se jemi në proces gatimi me shumë dashni, mos më shqetësoni. Nim dhe të herë. Gola, Sa qeti Barcelona, isha, Real Madridi. 20 vjeç, me psikologjinë e dobët të ti për të normalizuar disa situata kot.